Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka komentuar raportin e Komisionit Evropian për shtetin ligjor, mediat e lira dhe drejtësinë, duke u shprehur se aty shfaqen kritika të forta ndaj qeverisë Rama. Në një bashkëbisedim online me qytetarët, kryedemokrati pretendon se çështja Balluku ka bërë që kryeministri të humbas besueshmërinë dhe mbështetjen në arenën ndërkombëtare. Damkos Edi Ramën dhe regjimin e tij në mënyrën më të fuqishme. Mbrojtjen që ai bëri korrupsionit të Lubi Ballukut me emër, sulmet e pa principa ndaj organeve të drejtësisë nga Edi Rama, korrupsionin e shfrenuar të policisë së shtetit dhe organeve dhe institucioneve të tjera. Lubi Balluku është bërë tashmë çështje jo vetëm e shqiptarëve, por çështje e Bashkimit Evropian. Lideri i opozitës nuk harroi të sulmonte prokurorinë e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit, duke e cilësuar si një institucion që kontrollohet nga kreu i qeverisë. Por siç e dini, i nderuar zotëri, ai spakun e ka shtruar në një seksion në një organizatë të Partisë Socialiste. Ndërkohë, qëndrimi i Tiranës zyrtare ndaj deklaratave të ministres serbe, që tha se do të spastronte etnikisht Kosovën, për Berishën tregon qartë se Rama mbështet presidentin serb Aleksandar Vučić. Edi Rama dhe zëdhënësi i turpit Ministrinë e Jashtme kanë heshtur si fije e barit, dhe jo vetëm heshtur. Por Edi Rama deklaroi se nuk mund të përfshihet në histerizëm asaj një çyryk flet këto apo ato. Edi Rama është një sklav, një vasal i Vučićit. Sa i përket protestave qytetare për çështjen e Zvërnecit, Berisha u bëri thirrje simpatizantëve të Partisë Demokratike që t'i bashkohen revoltës qytetare.